O birë po në shtojnë se jam nana a gjetë, më po më shtojnë TikTok ato. Kanë hikë se s'kanë punë të rritë tu me nanën. Kanë mërë nusët me ne, unë jam e vjetër. Mos u grinë me nusan? Qëftë tjertë. Për tash pra, rëja si dë me nanën, po të reshta mon, dhe shumë punë. Shqyr që janë telefonat edhe e she aty. Po shishit nej. Pra njët si pshat. Se njëhet, po... Hasta e që shtë atë morin, punim. Si mu të ka shëto je i marue? Nëse ti kimi si misht Albana. No, e në të që ka shumë e majë. Do të nëzirë në TikTok? Se rënë jemi që. Po, nuk kemi njërës, nuk kemi sërpli, jemi shqiptarë. Shumë që kanë metë shumë toga dirë, pa punohë. O maj me në këtu në shku, vetëm marsimit 8 beqarë kanë qanë 800 zanës. Këta pushetarët vini u shofin do njerë? Kur bon votimet, po. Se jemi pat kënaqur nga ke klasë politike. I kom shet asi kom shet një 5-6 kvintale. Tjetra këtë më dëmtu, më kalbe, majrë. Majrë. Të forta, hapin një derën sepse di branët e hapin derën. Hajde bëjmë një biset. Mirë se ju gjeta njëherë. Po ti pse ri me nerva? Pse ri me nerva? Nerva që jam zaif për vete, nona. Digjo, unë po vi këtu në Muhur për herë të pare dhe si e keni jetën këtu? Mirë apo me vështërësi? Me vështërësi njështë, akun votin që s'bët, një votë kun për mo. Që s'bët, qaku i vjetër, unë e vjetër, nësë jare, rëja zë dë me nonën. Digjo, po probleme, çfarë probleme ka këtu? Çfarë probleme? I keni rrugët, i keni qendrën shëndetësore, i keni komunën, çfarë është nisja komunën? Nuk ju mungon asgjë? Ja. Kanë mbetur shumë njerëz këtu? Po, kanë metë. Kanë qenë më shumë apo? Ma shumë kanë qenë, po kanë hikë. Kanë punë edhe. Kanë hikë se s'kanë punë të rritë tu me nonën. Kanë metë nusët me ne, unë jam e vjetër. Asi zote si e merë nusën, asi zote si e lejë. Ka një qunë, një vajzë, zina në me fyllë. Ku e ke djalin? Në Greqi. Nusja rrenë shpi me diqesh. Mërzitet me ty nusja? Si s'mërzitet, ku s'kom burin të rrëtë, ke nusja të rrenë me mungë. Po ti ki me burin? Ti ki me burin? Po imi të postato me nonën. Ku që ke me burin? Jo, ti ki nusja? Po nusja, më ga unë. Nusja. Ku që ke nusja, si të postato, të 8 drejt e 2 vjesht jaku. Në unë bitë të bëjsh 7 drejt, si të rajnë beto. Mos u grinë me nusën? Qëftë tjertë të grinë me nusën? Mos u lasë një mbërë. Zemi qënka. Digjo, ju jeni komshie me njëra tjetrën? Komshi si nuk na de... Shkoni, ha? Po. Shkoj me vim për njëna qetra. Pini kafen? Po kafe. Po qëfar mua bete bëni? Dhe ma dhe të shirë dhe Shaj qetrin, Po pëse? Jo, mas na një dhe mua për të shpije. Je, rëja është dishide. Rëjmë. Ma fëtësia. Jo, a? E po s'ju kam dëgjuar? As janë bërë. Në më mos në gjutaj, no. Se shtaj që ke kjo unë, shtaj jata. Sa të mirë që janë këni, shkoni me njëri tjetrin faktën. Se në fund të fundit çfarë do ndani? Po ka njerëz që nuk shkojnë. Jo, ka, po na shkojmë, se shtaj me që ke kjo unë, që ke ardha nuk e kje. Kështu si... Djem beqar ka këtu? Djem?
Gjem Beqar? Gjem Beqar? Gjem Beqar a voti imi votit, si është i vokër shkollë, ka Beqar. Janë martuar të gjithë? Po një të gjithë, janë martuar. Janë në Greqi. Jeni punëtor, a? Greqi janë këtë. Se ta bësh Allah shpash me nusën. E në unë qëni në komandë, qënë në gjallit. Sa mirë. Dhe, po, u bo që 5 vjetë. Jënë në Anglia? Në Angli, po, që 5 vjetë. Imi janë Athinë. Ken shëndetet ja bëj zotin barë. Faleminderit. Po këtu si jetoj njerëzit? Po tash pra, rëjazisht i dëmë nënën, po 3 shtamon, dhe shumë punë. Tive, na përtëndon një asistencë, një hësën unë i votë ku. Sa lek të jep asistencë? Se ma dhanë hishë. Kom pas në orëzër dhe për votin e për nëse. So ta u fërtu, e hësën të të si u fërtu, të ta hësën e asistencë. A që zë më hërtë të? Kartë ko e keqa? Po njëtë kartë me nënë, njëtë. Më më dizë të zemë nësi shkur se kom pa votin, kimi një majkë dersën për shkët dhe, ku të dhish o birë? Dhe dhi nënë, dhe dhi, po ku të dhish? A i kur ja dhe një zanë, dhe të thëmë brapa. Shqyqyr që janë telefonat edhe e she aty. Po shqyqyrit nëjë. Ina në të nësë shparë, se në për shefra, ishte nësja, ishte votin, ishte tota me vot, me motër e vla. Pa. Rifoni, po voti i vokër e taj. Unë këm hini si në herë, se këm pasë për e gjasi, e nënë tha, ku që je? Ashtu pa gjallin tim, po ku në gjallin, që minuta ke, më ku përdin. A di ta përdorësh telefonin? Je. Ka vdek një qosim, ka vdek qotat të tejon, jem ba. Ka lëndi një qënë. 4 fëmijë. Të roni dhe ta kujtoni. Faleminderit kom bi me një sa dhe hatri i votit. E din që ke kom shisim ka pasafër, hipse sa gjën gëdën, bërtaj që sa kom ka shaj vorrin pa i thomi në luzdanë. Era në më. Qeja të shkosha e më shumë zotë. Po ti me kë jeton? Me gjallin. Me gjallin, me rehen, me burrin. Që në ke plot? Je vajzë për këtu apo nusa? Nuse. Si është martohesh këtu? Mirë. Katunara, që katuni. Në këtu i ku mafër. A fshati i ma? Shumë i matë që në ka. Po për çfarë njihet këtu, Mohori? Për çfarë njihet si fshat? Se njihet, po... Asta e që është bëjmë, ta për morim, punim. Keni batuta, keni dhe zakonet tuaja? Po, kemi çfarë zakone keni? Kemi zakon, majmë gjarë, po apostat njeriu, majmë vakti, majmë në lëp, kemi pas në hajvan si beshin, dhe të hajvan s'ka. E të të shkun shpa e veta, unë jem postat, e në shërton ka katon. Si më të kërë shëto je i marue. Pa. Sa të me fitohë votima gji, po së në i zotë i shpajës këtu? Pa. Ska. Ashtë e vërtet. Ato likë dhe më na i pru, ne, na kemi dalën pension ka ndërë zotë. Kalem shumë. E keni atë pensionin e mira, po? Pensioni motë me... Çfarë punë ke bërë një jetë? Njët? Punëtore. Kooperativ? Po. Kooperativ të shqit kërcuna. Të shqit kërcuna. Nisin milik, si ka thënë e moti pension. Sa keni punuar dhe ju atëre? Një. Bile, e na i vetën, pse jam zhjellë, se që shkëm punume. Pse jam zhjellë, se që shkëm punume. Po, ne të rinë tani jemi bërë që dhe mbelë. Ha? O birë po në shtojnë, se jam në agjet, me po më shtojnë TikTok ato. Në TikTok, në YouTube, në Instagram, ku do t'i ke folur shumë bukur edhe mirë. Je shumë e mirë. Nuk fole diçka të keqe, te atë realitetin. Po, ato të hikmet. Po, qështu? Kështu. Tani të shkoj unë të akoj njerëz të tjerë, janë të mirë si ju? Këtë shështi. Po nuk e di, ku të shkoj? Ku më të ati? Ku të shkoj? Ku e ke plakun ti? Plakun e më shkën punë me përbor. I mi shtaj hiku me zonë? Shora kodës, me pasagjerë. Shora të shkaj, vipi të shkaj këtu. Kujdet, Sanda? Se mos traton me ndonjë? Jë. Pse? A e kemi po lafet. Si keni bërë? A i vjetë, a i më Ku shumë. meret vesh sot qa bëhet? A i më shumë, a i Apo më e më shumë. lajme? Qa thot? Më ka lajme, a i pa Po lajme ta të lajmet mram. mram. Qa than lajmet? Lajmet. Lajmet? Ne ka, një mbori vjetë, më s'ke ishte të.
Qa, kishte vajtu me tjetër? Po ven, prandaj po them, unë prandaj them jo, thot. Ka ardhur kohë e keqe? Jeni shumë të mira. Ju bëft mirë kafja, nuset mbajeni mirë se ama... Nuset kemi si mirë Albana. S'kemi pëzhapi nuset. As s'kemi të qenë. Ma zalla. Ja bën kafen apo ta bën? Ma bën. Ta bën? Ja bën? Po si s'ja bën? Ja bën, Po, se tani pse mos ja bësh? Se janë ca që thonë vetëm duhet ja bësh vjerës. Që sa të mira janë. Edhe asaj shijon kur e bën vjera. Këtë lezë, si shkojnë. Të tjerat nuk shkojnë, a? S'ka ma. Po shkojnë nëse këshpaja ato, në kanë nërë vetën. I kanë morë burrat me vetë. Që kanë nuset mira të urta që rinë me ju. Se sot duan burrat, nuk duan vjerat. Në nëse duan burrat, po si të bëj burri si të vi këtu. Kështu është jeta. Po. Sa jo ka marrë burri, nuk të ka marrë ty. Ja, kemi venin tonë. Sa i mirë shenka. Kemi venin tonë. Po, se cili ka vendin e vetë. Hanë qa do më të vazhën gjithë tjetër? I stajnë. Kemi shumë. Se i stojnë. I këtej të gjitha? I thashtë të gjitha. E sigurt? E sigur. Se kur ti ki unë thua po si a thash këtë gjë? Je. E në dhe që ka shumë e majë. Faleminderit shumë. Edhe unë ju kam shumë qef ju, do mos pjesën e di, bese jeni shumë të mirë. Shumë të majë që këtë di. Të zgjuar jeni? Po. Ka në mas zgjuar. Ku janë më të zgjuar? Ka. Ta në janë grejë, bre. Kemi me shumë pak, shto njërë, se janë grejë ka shku ka Tirana. E ka nikur të gjithë. Në çdo fshat që shkoj unë kështu ka nikur, për shkak të kushteve të gjitha. Prandaj pyetjen e parë që ju bëra thash, çfarë probleme ka këtu? Probleme. Sëto probleme kemi katoni. Po kështu, qendër shëndetësore që mund shkoni të vizitojeni, të matni një tension, të... Po. Çfarë keni nevojë? E keni aty. E kemi spital. E kemi të afër. Zonën e keni të bukur, me sa pash kur erdha. Zona bukur njëti mu. Për qeti taj? Po muhur, pse quhet? Muhur? Katoni. Lezgje. Jo, pse quhet, pse ka marrë atë emër? E ka marrë atë emër muhur kurse fjala... Katoni, si kur shumë i Tiranë. Jo, e di unë, për shembull, kur na pyesin kush ka vënë emrin? A ka vënë mami, po pse ta ka vënë kështu? Po ka një histori, prandaj pyes që ka ndonjë histori fshati muhur. Nëse shto e kemi zezë, po burrat janë të mirë, janë evrika, po miku zer. Zotni. Pa, sikur se dua të vërtet ata mam, se ta shoh syrin. Ata, jo, janë të tantamon. E ke marrë me dashuri? Jo, pa dashuri, po e kemi të marrë. Të zotni. Ti keni me jetë. A nuk bën shamot? Shamat, s'kemi gjanë, po kjo duhet. Kjo është. Se po të grindesh keq, po kur i kemi të mirë i keni. Shamat s'ka, gjanë, kjo është jeta. Jeta. Me nusë rrën, nuk imi dhe. Si nusja vetën, në vetën, ja. E, ma se ndo njerë lafe bëni tani, mos bëj kot. Jeni shumë të mira. Gëzojmë shumë që takova. Do të nxjerr në TikTok? Së rënë jemi që. TikTok si një tjetër. Do dilni shumë bukur. Do dalë shumë. Sa vdek në sotat dhe vjen du TikTok, unë si lajnë sotat me Diqa, atje nuk do të dalësh për keq, se që dalin ata që kemi parë ne. Sepse nuk je vetëm ti, unë marrë shumë njerëz që dalin edhe flasin. Ti e zonjë, dhe ke folur shumë mirë. Nuse në lëvdove, fëmijët i lëvdove, vetë si zonjë, shumë e mirja. S'ka turp sot se dolen TikTok kur den mirë, ato që dalin si i shohim, ne? Që ku. A shprishur dynjaja. A shprishur, të themi të vërtetë. Je shumë e mirë, faleminderit shumë. Rukma. Ti jesh mirë. Gjithë mirat edhe ju bëft mirë kafja. Do me thënë, këtu, qendrën e kam këtu, a? Ku duhet kaloj që ti kim? Duhet kaloj këte? Po i gjitha muhurja është kë? Po, edhe ande? Ane. Sa fshati matë. Shumë e kese. Shkonja hinë lezë të orë. Nuk e kanë bërë atë urën? Pe, po Rama ka ardhur ndë një këtu? Rama ka ardhur ndë një këtu? Edi Rama. Ka ardhur? Një këtu nuk e kemi. Se ke parë? Ja, këtu nuk. Po Berisha?
As Berisha. Asnjë s'ju ka ardhur? Ja. Po s'ka ardhur pyesin si jeni? Ja. Jo, ato si S'kemi pa një, Jo, me ma, ato din për shkak. E din, a e din ku është? E njohin vendin tëve? Ndoshta se din. Ai não fala ju se tonë pa ju na mund më na shit ikuni se na Si fole, mos na qit një kundi. Miru pafshim. Shëndet gjithë mirat. Jo, do flasun tani edhe hajde me mua ti. Pra, këtu kam ardhur ose, shiko, me zonja që takova dhe me bisedën që bëm, shumë të lezetshme dhe fisnike dhe të mira, ecim, sepse fshati Muhur që ka shumë i madh, një fshat që e keni kërkuar kaq shumë o zot i madh, ecim shkojmë diku në qendër ande nga lagjet edhe bëjmë aty një takim me banor të tjerë. Si kalove? Mirë se ju gjetëm. Hajde, atë vini Marina. Po e bëjmë këtu një bisedë, se na duket edhe fshati. Sa të mirë janë, a do vini brenda, thot? Po. A i fusin njerëzit kështu apo? Po, nuk kemi njerëz, nuk kemi sërpri, jemi shqiptarë, jeni mirë pritës? Okej, hajdeni. Duhet me jashtë? Jashtë? Po, edhe se kur të rinim këtu, që të duket fshati, bukur është. Mos si, dëgjo, të marrim karige. Po. Okej. Do bëjmë një bisedë dhe do flasim për fshatin Muhur. Rim këtu. Si jeni? Mirë, faleminderit. Me shëndet? Mirë. Jo, nuk jemi lodhur. Mos e hiq, s'ka gjë se bukur duken. Okej. Dëgjoj, 2 karige duen, unë dhe ti do ulemi. Se kjo është në punë duhet rinë kam, aty të rish. Jo, vetëm këtë më jetë, dëgjoj. Ti e ke të mirë. Ullu ke kjo se o ma pasë. Ullu ke kjo ti. Unë jemi rëba pune. Hajde. Ullu, hajde vikshmet. Gazetara. Njeri i mirë jam. Nuk jam njeri i keq. Jam në shtëpinë. Shtëpia është Zaim Lala, Zaim Sadik Lala. Mirë se të gjeta. Mirë se ardhe. Faleminderit sepse e la punën atje, ta hajdeni brenda ta edhe bëjmë një bisedë tamam. Po. Jam në fshatin Muhur. Po. Takova 2 zonja pak më poshtë dhe qëllimi i emisionit tim është që unë i pyes njerëzit sepse fshatrat janë në pak pasdore, me thënë të drejtën. Po, po. Shumë janë larguar për shkak të kushteve, për shkak të ekonomisë, se nga e mira nuk largohet kush. Jo. Nuk e njoh si fshat, sepse është herë e parë që unë vi këtu, shoh që është një fshat shumë i madh. Dhe zonjat më thanë që probleme nuk kemi. Mua nuk më duket një vend pa probleme, me thënë të drejtën. Jo, probleme ka të përtej, kudo janë Bravo. Logjike. Cilat janë ato problemet kryesore që ju haseni këtu çdo ditë? Po problemet kryesore është sepse mboshat e reja kanë hik. Okej. Edhe kanë met boshat me vjalën 50 vjeç e sipër. Shumë pak njerëz ka krapune. Që për qenë fshati nuk ka fshati keq shumë nga ana bujqësore, ujtë ka, ka dhe kushtet mira. Po prodhimet janë shumë lirë, një pjesë duke qenë se kanë ndihmë nga emigracioni, edhe tregshitja s'ka, prodhimet janë shumë të lira, shpenzimet janë, çmimet janë të larta. Edhe kështu që kanë met shumë toka derë, pa punohë. Si në pjesën më të madhe të Shqipërisë. Ndërkohë që ju prodhoni aq sa për veten tuaj? Prodhojmë me pak për treg. Me ato mundësi që kemi. Edhe pse është tregu, kërkesa është e ulët. Po, pse është kërkesa e ulët, pa punë nuk rrim, se tash pse kërkesa e ulët, dhe merrem me një punë. Çfarë prodhohet këtu? Këtu prodhohen gjitha llojet e kultura bujqësore. Okej. Prodhohet misi, gruri, fasulja, kreta bëhen. Edhe frutat bëhen. Duke qenë se është zbut klima, bëhen dhe këto gjëra që s'ka qenë bëhen, për shembull bëhet dhe hurma, bëhet dhe kiwi, bëhen dhe këto. Sa mirë. Po, ndryshu klima. Kështu si pamje, si pozitë gjeografike është bukur. Po. Dhe nuk është një zonë shumë e largët, po të pak në rrugë kryesore e keni të mirë. Po. Brenda në fshat,
se shiko, problemet kryesore që unë has në fshatra dhe që janë, është mungesa e qendrave shëndetësore, mungesa e shkollës, mungesa ujit të pishëm, ujit të vaditës, se këto janë ato që ju se gjërat bazë që të bëjt një jetë tamam në fshat. Afërsisht sa banor janë këtu? Se unë i pyes to sa kanë qenë, sa janë, domethënë të tregojmë se sa janë larguar. Me përafërsi. Më afërsisht unë shoh këtë listat e votimeve që e shet pak a shumë konkluzioni. A kupton? Këtu më duket se fshati jën më shumë se 1500 banorë nuk ka. Kanë qenë shumë më përpara? Po shumë më përpara. Unë jam 62 vjeç. Unë më mend këtu vetëm arsimi 8 vjeçar kanë qenë 800 nxënës. A kupton? Sot arsimi i mesëm edhe 8 vjeçarja, a kupton, nuk bën më shumë se 200 nxënës. Me fjalë bi raporti 1:4. 1:4 në kohë që s'ka pas shkollë mesme atëherë. Shiko, jo vetëm se janë larguar, por edhe nuk linçmëria nuk është më e lartë tani. Po, e vërtet është. Edhe linçmëria ka rënë. Mirë edhe thon bolle kemi. Po. Karko e keqe me thënë drejtën. Është gjuna. Po, kryesisht ku janë larguar njerëzit këtu? Mas vitit 90 ka ikë. Okej. Mas 90. Dikush ka kriju kurse më të mira neje, dikush ka shku për i halli sepse e ka pas të pa mundshme me jetu këtu. A kupton? Pse e pa mundshme? Çfarë është e pa mundshme? Se fshati jën nuk ka fshat që ka shumë tokë, për shembull. Okej. A kupton? Një pjesë kanë kishin tokë pak e edhe nuk kishin çfarë tjetonin. E marr vesh. Edhe puna me fjalë, puna u zhduk me fjalë, u millën ndërmarrjet, u millën ato, morri ka pas plus që ka pas vendin e mirë, po ka pas dhe ndërmarrje, ne kemi pas mërmeri këtu. Që është jashtë funksionit. Pra aty ishin të punësuar gjithë njerëzit. Po ka qenë dhe pyorja, punoshin, po ka qenë dhe sektori ka poshtë zallisinës në bëja, që shkoshin për i këtu, e në bëja kam prap. Pas ka qenë i zhvilluar Mohuri? Po ka qenë, është nga fshatat e privilegjuar të zonës, Mohuri. Mohuri apo Muri? Përpara, Mohuri. Mohuri më parë. Pse quhet kështu? Dhe ka marrë këtë emër? Për zotin, nuk e di. Si interesuar. Se më interesuar. Ore, një pyetje kam. Këta pushtetarët vini u shohin ndonjëherë? Ku bën votimet, po? Njën 4 vjetë. Njën 4 vjetë. Misa, ta ditlinje njën 4 vjetë e kanë. Jetë se janë se budalesin e që fesojnë që vitë. Njën 4 vjetë, vetë nga shofin. E qa ju thonë? Dhe ta bëjmë kështu, dhe ta bëjmë kështu, dhe ta kështu. Premtime, po. A u bëshin lemë shata. Po qa kam bërë deri tani? Asni sen. Po kam shpresë mund nga bëjnë këtë vitë. Inshallah, në zotin shpresa. Thuaj. Po, pak fëmi kanë betur, the. E mendon do njëtë largohesh? Une? Për zotive si e moshe thime, se të kem mundësi të punoj me fjalë, të mori kush për punë, për shembull iki. Ikën? Po, ikis. Ikis, sepse nuk ka pa perspektivë. Po fëmijët kanë ikur? Po, kanë ikur, unë kom didem kom jashtë. Njërin e kom në Angli, tjetin në Gjermani, një tjale kom të martu, kom këtu punon me një mjetë bujësor, po s'ka punë, i lënë tokat njerëzit djerë. Që o të nëjnë zatori. Se në njësë njerët jemi punëtor, edhe, por ka ardhë një kohë që mbetet njeriu e thotore, që të bëj, që të punoj? Hajde këtu. Dil këni. Hajde më i zonje. Mere karikën e dilë të shkonë, se nuk më marre, nuk më marre. Sa të mirë janë. Ore se, a di që të themi që? Se kam qenë unë edhe në zonat të tjera të Dibrës. Më burra xheloz nuk kam parë më burë. Je shambu, kaq. Ma kemi lëpën. Lëpë që ka 20 kg qumsht. Ta zom ka 20 kg qumsht. Ade bëjmë gjizën. Për gjizën ta jamë të vegetat mundve, gazi e korentit të ezi, ta shesin me 500 kg. 30 kg gjizë kom shurë ditë në dimë në pazar, ka 500 lek. Nëse nuk gatrojmë, ne gjizën atje ku jetojmë në metropol, e marrim 2000 pak lek kilja. Nëse nuk gatrojmë. Me 500 lek, që edhe është gjizë që ti e bën për merak. Ta në shanë në verdi e komu, ta ma i lëpën shes gjizën me 500 lek. Sepse ajo lopa do punë, do t'i shërbesh. Edhe kështu bëhet gjëja që s'kam interes. A do pini kafe një? Jo, nuk dua kafe, faleminderit shumë. Një lëngën një gjë.
Jo, dua të thjesht bëj një bisedë se jeni njerëz shumë fisnik. Si e kalon ditën? Po ç'është me bujësi, me molla, me kështu, me kopë, me majli majstra. Kam poshtë, kam që to molla poshtë, kam dë shpen, dë pula, dë rosa. Pa, kemi. Kam e një pentore ka sipër. Edhe to kemi sa dush, mos i kanë lënë njerëzit gjerë. Edhe nuk ju thonë që nëse... Kërkojnë qira. Se paguani qira për tokën në vit? 30.000 lek dilimi është. Në vit? Në vit. Po të paktën e shfrytëzo. Nuk është se është shumë. Po të ta vesh majse, për mos nuk shajtet majse. Po ti bësh analizën, nga momenti që mbjellet punohet toka, deri në momentin që ta mojsh mirësin ta fusish në vendin e vet, ka shumë shpenzime, pak ka fitimi minimal. Ka shpenzime sepse dhe i kanë rritur. Po, i kanë rritur të gjitha. Po edhe plejat kimike shtajnë. Po, këtë po themi kanë rritur. Se këtu ne nuk kemi politika, se po të kishim politika, fermeri në gjithë botën është i pari që suportohet. Subvencionime merrni? Ja. Fare. Ku e njojmë këtë fjalë thuaj më leciona, po qa janë këto pyetje. Nësë morim asë një gjë, as asistent, as kur gjë, as ishës. Sepse çdo gjë është me mike dhe me gjëra, me njohje, me politike, me patet të tash. I dim në të si funksionojmë, se këtu jetojmë nuk jemi budallënj, dhe disa gjëra i kemi mësuar kaq vite që na kanë gënjur, na kanë thënë do bëjmë këtë, do bëjmë atë, s'bëjnë asgjë. Dhe prap gënjehemi. Se s'mund themi unë ti apo janë shumë. Zvotojnë këtu? Votojnë. Se jemi pa të kënaqur nga kjo klasë politike. Po ja, zvotove ti do shkoj ai tjetri. Po, shkon ai tjetri që i intereson. Ore, ka edhe që s'kan interes, ti është gënjen, edhe tonë duhet të kanë kështu idhull. Filani, fiseku. Që të bësh? Që do më thua tjetër për këtë zonë? Ket një fabrikë, ket një gjonë. Fabrikat ta i kanë mbyllur të gjitha, që si kanë mbyllur vetëm këtu. Ndihma e shtetit on këtu për shembull. Se tash na e prodhoi mollën. Po. Pse të vi molla Maqedonisë traktohet këtu? Sa e Maqedonisë pavarësisht se duket e bukur këtu, po nuk ka bio si molla jonë. Po ne jetë e bukur, ne jetë bio, ne kemi bio këtu në vendin tonë. Pse duhet ta lëm ty ti hedhësh në kanal, ti edhe shumë fermerë të tjerë që detyrojnë, që hedhin, edhe vjen nga jashtë thotë. Po pra këtu, prandaj të thash që s'ka politika. Nuk pras vi shteti të punoj tokën e punë vet. Po të kem masa lehtësuese, të ndihmoj. Të di që do ta shes këtë që po e mbjell. Po. Sikur në për shteti do të kontrolloj tregun, plejat kimike të jenë malë. Vjen shumë keq, po tregu tani mos ia fut kot edhe, se shteti nuk ka kot merret me këto gjëra. Po kjo ishte e fortë. Ska kohë, ka shumë punë. Ska kohë, ka shumë punë. I shohim na kush kanë gëzjen për shërbim. Po, shohim ka 4-5 zyrtar me telefona aty, e na sa mzeka gjen kokën me na pa drejt kur shkojmë për një punë. I shohim. I shohim. Prandaj po them. Po e mbyllim këtu këtë bisedë. Faleminderit shumë për fjalët, se të vërtetën po themi në fund të fundit nuk po gënjejmë njëri. Kjo është e vërteta, ky është realiteti, jo vetëm në fshat, por në vendin që ne jetojmë, në Shqipërinë tonë, që themi që është e vogël, po sa e vogël aq edhe e madhe është. Janë njerëz të cilët jetojnë në kushte të vështira, tonë punojnë, po fitojmë asgjë, se të paktën, okay, e prodhoj tokën, po ku ta shes? Ata detyrohen që i hedhin ju mbeten stok, sepse kemi ato prodhimet e shishme nga jashtë, mund kemi Maqedoncën, ham të Maqedoncën dhe ham të tonat. Kom bërë si 20 kuntal moll. 20 kuntal moll. Ana i kom shet as i kom shet një 5-6 kuntal. Tjetra kret më dëmtuar më kalbe më ashtu. Faleminderit shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Gjithashtu edhe për mua. Hajde shira, që të bëj zonja tu bëjnë diçka. Qatë në pjerë, zonjë me dashuri e ke marrë? Une, me shkosi. Martu herë. Sa? Kom 30 sa vjetë martejas, 20 vjetë. Sa vjetë s'ke qanë kur i martuar? Jem qanë 24 vjetë. Tamam në mosh. Po. Po kom lavin, jam 62 vjetë. Si jeni mërzitur me njëri tjetrin? Ja. Asa zili ju kam ju brezi ju? Jeni brezi mirë ju? Nuk jam, si një njës problematik. Jeni që grindavec ju brezi tuaj, po jeni të mirë. Ha? Pse mi grindavec? Ju toni si temi ne. Çfarë është ajo? Është amëlsinë, është e pare. E ke bërë vetë? Po. Faleminderit. Gjene ka një gotuj,
Fike kamrën të shtesë. Kjo është më me të... Kjo është për të shijuar. Ndërën ku ishte pa vendos njësi administrative, kanë qenë komuna, vendos shumë bë këtë harta e administrative. Po, njësi ka pas qëra shërbime, ke pas shërbime më shumë. Çfarë shërbime? Si kaloj, mi fjalë, vojshin kompetencat tina. Ai përgjegjësia njësi administrative, ai s'ka mundësi me bleni llampë për t'ia vënë zyrës vet. Asnjë lloj kompetenca, ai ka këtë pushteti qendror, bashkia. Kur kanë qenë komuna, kanë qenë më mirë. Më mirë. Ndarja territoriale. Kishte buxhetin e vet. Po. Çat buxheti e kishte? E kishte vetin. Bifte këshillin e komunës, ne i thoj ku dishem këto lik, filon me. Kurse tash I kalen aqe është kushtet më I zoti aqe. Kush merret tek bashkia. Ndarja territoriale pra më mirë ka qenë me komunën se me njësia administrative. Që më mirë. Po. Sepse mendonin edhe I dinin problemet tamam se çfarë kishte. Po I dinin sa ju se çfarë probleme ka morri. Ai vetë vjen kur merr votat. Po shkojë atje, ti edhe thuaj, hajde njëri këtu. Majr. Stë qaskush. Shëndet gjithë të mira. Shëndet mira, qesh mirë. Mirë Shëndet mira, punë të marrni ju, qesh mirë. Shiheni pamjet. Ju që ka marr malli.